Mirëmëngjesit të gjithëve. Sot është e diel, ora është 9:07 dhe jemi nisur për të shkuar në Pezë tek liçeni i Fjollës. Sapo kemi zbritur nga autobusi i Ndroqit, jemi në lapidarin e Pezës. Lapidari ndodhet në rrugën duke hyrë në fshatin Pezë. Por jo të gjithë rrugën e bëm në këmbë, pasi na mori makina e bashkisë e na dërgoi drejt në lokacion. Nisma që ne si grup kemi marrë është që të mbillnim sa më shumë pemë. E mira ishte që këto pemë të mbilleshin në Tiranë, por sipas ARP-s, pra personave që merren në bashki me këtë punë, na komunikuan që do ishte më e përshtatshme të mbilleshin në liçenin e Fjollës. U mbollën rreth 250 pemë akacie, sigurisht bashkë me ndihmën e punonjësve, të cilët i falenderojmë shumë sepse bën një punë të mrekullueshme. Ky është liçeni i Fjollës. Liçeni e ka marrë emrin e luginës, poshtë falas së dorëzit që quhet Lugina e Fjollës. Ndodhet i vendosur në një terren kodrinor. Se disa nga ne u nisën për hiking, filluan të ngjiteshim drejt kalas së dorëzit. Sigurisht ishin vetëm muret e kalas, ose më saktë rënojat. Një tjetër kuriozitet për këtë kala është mënyra e ndërtimit të kalas, ku është zgjedhur të ndërtohet në një pllaj të pjerrët, ku është mbrojtur nga shkëmbi natyral. Besohet që këtu kanë qenë rënoja të qytetit Ilir, i quajtur Dimal. Gjithashtu, pamja që të ofrohet në këtë pikë të mrekullueshme të mrekullon syt, kodër mbas kodre, si dhe liçeni i Smeraldi i Fjollës. Rrugtimi ynë vazhdoi duke zbritur në fshatin Dorës. Shtëpitë e Gurrit, të mbetura në ngjelbrimin e dendur të zonës, qëndronin në hijet e ullinjve shekullor. Ndryshe nga pjesa tjetër e vendit, aty nuk kishte asnjë kolon betoni, asnjë modifikim të dukshëm, duke e bërë Dorëzin ndoshta të vetmin vendbanim të paprekur në Tiranë. Takuam rastësisht një zotëri ku po na tregonte për fshatin Dorës, gjithashtu edhe dëmtimet që kishin pasur prej tërmetit, por nuk i kishte ardhur asnjë ndihmë nga shteti. Zotëria na mikpriti në shtëpinë e tij, ku jetonte bashkë me bashkëshorten. Ndërkohë që ishim ulur në verandën e shtëpisë së zotërisë, pam që ato kishin përgatitur ushqimet që t'i kenë edhe për periudhën e ftohtë. Morëm pak bylmet të freskët, ku sigurisht kudo që ne shkojmë nëpër fshatra, ne do marrim patjetër bylmet. Jo vetëm njerëzit, por edhe kafshët na mikpritën. Nisëm në udhëtimin ton duke kaluar në fushat e mëdha, nëpër tokat e fshatarëve, në ato ajër të pastër, në këtë natyrë të mrekullueshme. Fshatarët e zonës po përgatisnin tokat e tyre për të mbjellat.
Gjithashtu aty pranë tokës kishin edhe një rezervuar, të cilin është sigurt që do ta kenë bërë vetë. Dhe jemi duke vazhduar rrugën nga fshati Dorës, pra ishim në kalan e Dorësit, tani po vazhdojmë akoma rrugën duke ecur. Nuk ka fund, ka vetëm male, siç e shikoni edhe ju në video. Dhe destinacioni është që ne të shkojmë tek liçeni i Alltatës në Baldushk. Dhe po i afrohemi fshatit të Baldushkut me këto pamje të mrekullueshme. Sigurisht fshati i Baldushkut është më i populluar se sa fshati që lam pas. Baldushku me një shtryrje të gjerë ndodhet rreth 15 kilometra në jugperëndim të Tiranës. Territori i tij përshkohet nga përroji i zhullimës dhe përbëhet nga fusha kodrina të vogla deri te ato mesatare, shpate e lugina. Në qershor të vitit 2010 në fshatin Baldushk janë zbuluar 5 monumente mortore romake në përmasa mbi 1 metër, dhe siç ju thash, destinacioni i fundit ishte liçeni i Alltatës. Për fat të keq nuk ja dolëm që të shkonim atje për shkak të Covid-19 që duhet të ktheheshim para orarit të mbylljes. Nëse do të më ftonin për ta bërë përsëri këtë kalim, do ta bëja me shumë dëshirë përsëri. Faleminderit dhe shihemi në vitin e radhës.